çdo ditë dhe çdo natë Ramazanit kur je agjërueshëm, edhe kur e ke çelë agjërimin pra dhe pret me padurim që ti të falesh për Allahun xhaleshanu namazin e terafis, ose pret me padurim që të vi dita tjetër që ta agjërosh për Allahun xhaleshanu, në gjithë këtë muaj ke mundësi që të lutesh në çdo kohë të ditës ose të natës, ta ka hap Zoti xhaleshanu mundësinë edhe dyert e qiellit që të pranohen lutjet e tuaja. Çdo ditë premte, ora e fundit para akshamit është moment që pranohen lutjet me lejen e Zotit xhaleshanu. Kjo është edhe jashtë Ramazanit. Aman Ramazan edhe më tepër akoma duke qenë se jemi agjërueshëm. Në momentin kur hapen dyert e qiellit që zbret shi, është moment që pranohen lutjet dhe pranohen dua. Kjo është edhe jashtë Ramazanit, midis ezanit edhe midis ikametit. Ai i cili është smur, lutja e tij pranohet. Në momentin që është smur dhe bën durim për hatët Allahu xhaleshanu, ai lutet Zotit e lutja e tij gjen përgjigje tek Allahu xhaleshanu. Udhëtari gjithashtu kur është në udhëtimin e tij, prindi për fëmijën, sa prind ankohen për fëmijët e tyre, sa prind kanë merak për fëmijët e tyre. Nëse me të vërtet ke merak edhe nëse me të vërtet e don fëmijën tatë që të bëhet i mbar dhe Zoti ta ruaj, sa herë të falesh, sa herë ti lutesh Allahu xhaleshanu, dedikoja një lutje fëmijëve tuaj dhe pasardhësve tuaj, subhanallahu. Sa tekste në Kur'an ka histori që tregojnë se Allahu xhaleshanu ka pranuar lutjet e paraardhësve dhe i ka ruajtur edhe ata cilët kanë ardhur pas tyre pra pasardhësit e tyre në sajt të lutjes së pranuar tek Allahu xhaleshanu.